në natën e Kadrit. Ndërkohë që Muhamedi a.s. po qëndronte në shpellë në errësirën e natës, në të shfaqet një njeri, i cili e shtrëngon nga pas Muhamedin a.s. duke i thënë Iqra, lexo. Paramendoje këtë skenë, paramendoje veten ti edhe unë, në mesin e kodrave në një shpellë, pa drita, pa telefona, pa televizion, pa asgjë, i vetëm në këtë shpellë, të vjen dikush dhe të shtrëngon nga pas, sikurse po të urdhëron, lexo. Dhe Muhamedi a.s. ky burr i madh i drejtohet me sinqeritet duke i thënë, po unë nuk di të lexoj. Atëherë ky person, sikurse po don dhe një herë t'i japi urdhër këtij njeriu Muhamedit a.s., e shtrëngon atë sërish, madje më fort se herën e parë, dhe i thot Iqra, pra po të urdhëroj lexo. I thot sërish Muhamedi a.s., unë nuk di të lexoj. Atëherë për të tretën herë, duke e shtrënguar akoma më fort, i thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, e krijoi pra Allahu njeriun prej një gjaku të ngjizur. Iqra wa rabbukal akram, lexo se Zoti jot është më bujari. Alladhi alama bil qalam, lexo thot, është ai i cili ja mësoi njeriu të shkruajtur. Allama al insana ma lam ya'lam, lexo në emrin e Zotit tënd i cili ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte.